Kreshma e madhe është periudha më e rëndësishme e reflektimit shpirtëror dhe përgatitjes për Pashkët në kalendarin ortodoks. Këtë vit ajo fillon të hënën më 3 mars dhe vazhdon deri në ditën e Pashkëve, duke përfunduar me marrjen e kungimit pas mesnatës. Prej saj vjen java e shenjtë, e cila nis të shtunën e Llazarit më 12 prill dhe përfundon më 19 prill, një ditë para kremtimit të Pashkëve më 20 prill 2025. Sipas rekomandimeve të Komitetit Panortodoks të Përgatitjes, besimtarët ortodoks udhëhiqen nga rregulla të veçanta për agjërimin e kësaj periudhe, të cilat përshtaten sipas ditëve dhe rëndësisë liturgjike. Në këtë kuadër, kamera e televizionit Apollon ju drejtua drejtuesit të kishës, atë Gorin Dreko, drejtuesi i kishës së Shëngjergjit të Shën e Premtes, i cili shprehu një mesazh për besimtarët, duke theksuar rëndësinë e 40 ditëve të Kreshmes dhe mirëseardhjen për Pashkët, si dhe simbolin e ringjalljes së Krishtit. Kreshmimi është qysh 3000 vjet para Krishtit, që në kohën e profetit Mojsiu, ishte koha kur njerëzit përgatiten shpirtërisht dhe sidomos kur ata kishin probleme të mëdha shpirtërore, atëherë përdorej në kishën e hershme. Kreshmimi nuk ishte i vendosur në mënyrë të prerë ligjore, por disa kisha e përdorin në mënyrë drastike, fillonin me 3 ditë agjerim të plot. Në Kreshëm ne futemi duke ndaluar ushqimet shtazore, edhe bulmetrat, dhe konsumohen të gjitha frutet edhe perimet, njëkohësisht konsumojmë edhe frutat e detit. Në kishën ortodokse nuk është vetëm kreshmimi i Pashkëve. Ne kemi disa kreshma gjatë vitit. Janë kreshmet e Krishtlindjeve, janë kreshmet e gushtit, nga 1 deri 15 gusht është për të kujtuar të tërshenjtën, fjetjen e tërshenjtës Marijë. Janë kreshmet për nder të apostujt Pjetër dhe Pavlit, deri me 29 qershor. Pra janë disa kreshma, por kreshmat më të rëndësishme janë ato të cilit ne kemi në periudhën e Pashkës, 40 ditor i Pashkës. Pra, siç tham, gjatë kësaj periudhe ka disa ditë përjashtime që mund të futet peshku edhe vera. Në rastet të tjera, kurse ditën e mërkurë edhe të premte, gjithë vitin e majmë Kreshëm, por në këtë periudhë nuk lejohet as vaj, as vera.